Ardian Zhuri, një kampion dhe rekordmen në atletik, por tashmë kampion edhe të parit kampionat botëror në futbollin e policisë. Urime. Faleminderit. Zhuri e paralajmëruat këtë sukses. Si ndjeni tashmë? Ishte një satisfaksion shumë i madh që Shqipëria fiton kampionatin botëror për herë të parë në historinë e krijimit të kësaj organizate. Impenjimi ka qenë maksimal i gjithë ekipit dhe ka vlerësuar që në hapat e parë, që në ndeshjen e parë të këtij aktiviteti. Djemt kanë dhënë maksimumin në të gjitha ndeshjet dhe të gjitha ndeshjet janë fituar, pra ekipi nuk ka patur as edhe një barazim. Pra të gjitha ndeshjet janë të fituara deri në momentin e sotme që ne ngritëm kupën. Ardian, me ka bërë përshtypje person në bankinë si trener dhe jo në fush, duke pas parasysh edhe aftësi tuaja individuale, fizike dhe atletike. Ashtu është, po, në këtë rallë pash vetin më mirë të jem në rolin e drejtimit të ekipit, sepse ekipi kishte nevojë për drejtim, sepse elementet nuk mundoshin, kështu si nuk ishte domosdoshme prania ime në fushë, kështu si ja u lash këtij brezit, domethënë të mrekullueshëm që e bën Shqipërinë shumë krenare në këtë aktivitet. Dedikim për këtë sukses, që shikojmë që edhe familja është duke ju ndjekur dhe e ka shijuar edhe këtë sukses tuaj. Ato kanë qenë mbështetësit e mi në sport dhe në gjithë karrierën time sportive, po kështu edhe deri në momentet e sotme ato kanë qenë mbështetja ime kryesore e sportit. Urime dhe suksese. Ju falenderoj nga zemra edhe për angazhimin tuaj që e keni përcjell këtë aktivitet me shumë angazhim në gjithë Shqipërinë, po dhe jashtë rajonit të saj. Ju falenderoj edhe ju.